peshqit të fundit, po jo për nga rëndësia. Po, jo nga rëndësia vërtet, sepse muaj prill për shenjë e peshqve është shumë pozitiv. Është Më i favorshmi, domethënë peshqit janë më të favorizuar. Janë më të favorizuarit e muajit prill, po kemi pasur shumë probleme te këta, edhe pse kemi pasur fat, nuk dinim se si ta përdorni, mund të kemi rënë pak prej melankolis ose pesimizmit, ndërkohë që muaji prill duam apo s'duam ne, na shtym përpara, na dalin përpara persona që na ndihmojnë, jemi shumë më të aftë që të gjejmë zgjidhje problemeve, në qoftë se ne e ndihmojmë këtë fat na bën edhe më mirë detyrimisht, por vetë ju do t'ju dalin përpara persona të cilët ju ngren moralin, që i mbështesin në çdo gjë që ato duan të fillojnë. Dhe kemi një fat vërtet shumë të madh në lidhje me çështje sentimentale. Në lidhje me të ardhurat materiale, mësojnë se ku duhet të investojnë. Ajo çfarë mësimet që i pati marrë ujorit, tashmë ka radhën peshqit që ti marrin. Dhe falë kësaj kemi një rritje vërtet shumë të madhe të ekonomisë së tyre në përgjithësi. Në lidhje me karrierën është një nga shenjat që ka një fat vërtet shumë të madh sepse i ndjet vlera nga e prorët e tyre, dhe ata vetë, duke qenë se tashmë nuk pranojnë më pak se çfarë meritojnë, e kanë shumë më të thjeshtë të avancojnë. Në lidhje me në përgjithësi me shëndetin, është një nga shenjat që në qoftë se nuk janë të vëmendshëm mund të preken, sepse sistemi imunitar tek shenja e peshqve është gjithmonë i prekur, prandaj duhet jemi të kujdesshëm. Pak më tepër që në këto të kemi probleme serioze me një viros që e di që ekziston, do të këshilloj për këtë arsye që të jemi disi më të kujdesshëm, të mbajmë imunitetin të lartë, por kjo është vetëm një problem që mund të keni. Dhe për në vizoj, nuk është diçka shumë problematike, është thjesht se duhet jemi të vëmendshëm në krahasim me shenjat e tjera. Cila shenjë është më pak e favorizuar në muajin prill? Peshqit më e favorizuar. Peshqit është më e favorizuar, shenjë që duhet të ketë shumë kujdes në lidhje me shëndetin dhe me mënyrën se si prezanton veten në jetë gjithë muajit prill, më duhet të them, po sidomos deri në datën 20, është shenja e vigëreshës, mund të përballet me persona të cilët mund t'i lodhin, prandaj dhe vërtet duhet të jenë të vëmendshëm. Po jemi mësuar, kemi durimin e lartë. Durimin në këtë rast nuk do t'ja këshilloj, do të këshilloj që thjesht të fokusoheni tek gjërat që kanë rëndësi. E bëjmë gjithmonë. Shpresojmë ta bëjmë edhe gjatë prillit. Ndërkohë që shenja tjetër që duhet edhe kjo do të jetë shumë e kujdesshme është shenja e peshorës, që kërkon ndjesh. Shenja e peshorës gjatë pjesës së parë të muajit, duke qenë se mund të lodhe pak nga çështje sentimentale, pjesën e dytë mund të jetë në një moral pak më të ulët dhe mund të kemi edhe disa probleme në lidhje me shëndetin, gjithmonë nëse nuk jemi të kujdesshëm. Qartë. Denisa, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë edhe juve.